Në krahët e Ilarias Sulës janë konstatuar plagë që mund të ndryshojnë dinamikën e vrasjes së saj. Mediat italiane shkruajnë se versioni ofruar nga Mark Anthony Samson, autori i krimit, nuk ka qenë kurrë bindës dhe ai e ka dëshmuar veten absolutisht të pabesueshëm në shumë pika të tjera të këtij krimi. Gjurmët e gjakut në rrobat e Ilarias Sulës dhe në dhomat e tjera të banesës së vogël në Via Homs të Italisë janë provat mbi të cilat është fokusuar java e dytë e hetimeve për vrasjen e 22 vjeçares shqiptare nga ishi dashuri, e cila ishte studente në Universitetin Sapienza. Këtyre provave u janë bashkuar edhe plagët që mjekët kanë konstatuar në krahët e Ilarias dhe që sipas hetuesve tregojnë se ka pasur një tentativë për t'u arratisur nga ana e Terez deri në momentin e fundit. Deri më tani roli në NST Norseman Plus është pastrimi i shtëpisë nga gjaku dhe në sigurimin e mbështetjes praktike për djalin e saj 23 vjeçar për të gjetur lecka, produkte, çanta dhe gjithçka që ishte dobishme për të fshehur trupin, por nuk mund të përjashtohet një përfshirje mundshme dhe më serioze në vrasje, pasi dyshohet se ajo e ka parë vajzën ende gjallë por nuk ka kërkuar ndihmë. Nëse vërtetohet kjo gjë, nëna e Samson do të akuzohet për bashkëpunëtore në vrasje. Hipoteza ka qarkulluar që në momentin e parë, por mungon një informacion vendimtar për ta konkretizuar atë, kohën e saktë të vdekjes së Ilarias, të cilën autopsia nuk arriti ta përcaktojë, duke qenë se trupi u gjet një javë pas vrasjes. Në kartel është vendosur një hark kohor i përputhshëm me mbrëmjen e datës 25, kur ajo shkon në shtëpinë e Markut, dhe me mëngjesin e datës 26, kur ai thotë se e vrau. Por dyshimet janë të shumta. Nëse Ilaria do të ishte ndalur për të fjetur me dëshirën e saj në shtëpinë e Samson, si çdo që ai vetë ta besojmë, mbasi do të kishte gjetur një mënyrë për të qenë më rehat natën dhe do të kishte ndërruar rrobat. Përse mbante ende rrobat e një dite më parë, hipotezat të çojnë drejt mbrëmjes së datës 25, gjë që do të përfshinte edhe nënën e 23 vjeçarit në krim.